Një ndër lajmet e Spakut ishte ky vendimi i GKK-s për pafajësinë e Malinda Bufit. Po, e pash. Për vjedhjen e zgjedhjeve. Qëllon fiks me këtë momentin që thua ti pak a shumë që kanë dërguar këtë librin në Spak. Unë e kuptoj mërinë e qytetarëve, këto pamjet e bukura këtu të tyre ishujve, ja carojnë shumë. Janë mësuar të shohin vetëm nëpër Instagram, kur shohin për shembull Portofinën Kaprin, një vajzë bukur aty. E ndërojnë. E do dhe i vajzë të bukur aty. Po duhet 2-3, po patëm një. Po Endri, po. Po s'leni ju, ta gjatë. I të investimet që janë shumë. Dhe padyshim që acarohen kur e shikojnë si opcion që mund të bëhen diku në jugun e Shqipërisë, si vende ekskluzive, vende jo për të krijuar komunitet, por për të krijuar të kundërtën. Një gardh ndarës mes shqiptarëve të klasës së mesme dhe asaj më të varfër, gjithmonë më shumë në rritje, dhe një skaj të masat të pasur, që në këtë sens, unë e kuptoj atë reagimi që mund të kenë me dëshirën për të quar çdo gjëje, në veçantë këtë librin e trash, me shumë pamje të tilla, kulla ku çmimi ke raste ku dëgjon shifrat e 7.000 metrit katror. Nuk di sa jetë duhen për të paguar një apartament aty, të bërë sapi, dhe padyshim që është acaruese dhe realisht e kuptoj pse vajza apo të vajzat shkojnë aty për të bërë atë padin. Por nuk sjell asnjë frut. Në të sens, këta zotërinjt, si Redoni, ta protagonistët e protestës, përfshirë dhe gazetaren, kolege atje në Spak që i jep të pak dora sa vajzës, kanë detyrën të jenë shumë objektiv në shfrytëzimin dhe përdorimin e emocioneve të turmës. E kemi thënë disa herë që turma, protestuesit e Tiranës, ishin realisht aty pa hile, në sensin pa organizim. Jo se kanë të keqet ishme organizim, por ishin në formë spontane. Ishin vetvetja, disa thonin ditët e para që protesta vrau frikën, është një mënyrë për ta parë, po jo se do kush bënte një dhunë fizike qytetarëve, por ishte krijuar një koncept që Partia Socialiste është shumë fuqishme, Edi Rama është shumë fuqishëm, dhe si e rrjedhoi të protestosh do këllqe, termi që përdoret në të raste, dhe nuk ja vlen që u të humbur. Në të sens, ky bot kuptim, le të themi, u vra në ato ditët e para të protestës, 7 ditën e parë, 10 ditën e parë. Të vijosh me akuza si kjo e Spakut për një libër, do analizë serioze ligjore, se ja ku jemi të rasti zonjës Malinda Bufi, denoncuar ku di unë sa herë në sensin e lajmeve po flasë, jo denoncim kallëzim penal. Pra, sa herë që hynë të ditën në Spak do bëjë ky lajmi për zgjedhjet, dhe sot dele pa fajshme. Sepse në themel të vërtetosh atë vepër penale, pra që është influenca në zgjedhje, vjeta në zgjedhje, ndikimi në zgjedhje, i palishëm, kuptohet, teknikisht do shumë prova. Ne jetojmë në Tiranë, ne dimi historitë e persona që përfshihen në zgjedhje, ne kemi shok nga të dyja partitë, por kryesisht Partia Socialiste, në rastin konkret se ajo është në pushtet, dhe dimi se si organizohen në vendet e punës ku janë, se si struktura, si OSHE apo tatimet, vetëm këtë gjë bëjnë, ekzistojnë për të prodhuar vota ditën e zgjedhjeve. Dakor? Se si ata që punsohen aty, i vetëm orientim që kanë është ajo lista me firma, me karta ID që se në ditën e zgjedhjeve, por të shkosh dhe të provosh në seancë të gjyqësorit me prokurorin më të mirë, më të vullnetshëm, më të dedikuar për një çështje të tillë, është shumë e komplikuar. Tani që të shkosh të provosh një libër vepre penale, kjo është risi totalisht, dhe vetëm ta protestuesit tanë aty në Tiranë, të egzaltuar nga momenti i euforisë dhe pa menduar thellë për problematikat që ka vendi përtej pamjes Instagramit që thamë fillim, se është dhe ky problem. Ta nuk shqetësohen për problemet reale të strukturave ndryshme. Ta nuk folën një herë për dosjet e Spakut që plasën gjatë qershorit.